72 orë para vdekjes. Çfarë ndodh me trurin e njeriut përpara se të vdes? Këto dëshmi që do t'ju tregoj tani janë të bëra nga një doktoresh. Nga një doktoresh e quajtur Elizabeth Rose. Elizabeth Rose ka shkruar librin Vdekja dhe jeta pas vdekjes, që padyshim shumë prej jush duan që ta lexojnë. Por çfarë ndodh me njeriu përpara se të vdes? Dhe pse 72 orë? Pra çfarë ndodh brenda këtyre 72 orëve me trurin e njeriu? Tani po ja u tregoj. Si gjithmonë, kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Elizabeth Rose ishte një psikiatre amerikane. Ajo bëri diçka që se kishte bërë kush deri në atë kohë. Ajo u fut në të gjitha vendet e spitaleve ku ishin ata të sëmurët terminal dhe fliste me secilin prej tyre. Por unë do të ndaj vetëm disa nga këto dëshmi të saj, sepse ka një listë pafund. I gjeni, siç ju thash, në librin e saj, i shkruar në vitin 1969, por i shtypur me mijëra herë, sepse është një nga librat më të shitur në botë. Po ja u tregoj këtë sepse është një eksperiencë që i ka ndodhur një gruaje, po flisim pikërisht sot në hallin e hotelit dhe do t'ju them sepse tregon për bashkëshortin e saj, që kur diq shkoi dhe e mori e ëma. Dhe tregon disa, ajo që na i tregoj sot me fjalë, tregon për bashkëshortin e saj, por unë do t'ju them ato çka thot profesoresha, doktoresha Elizabeth Rose. Një vajzë 11 vjeçare, ishte në prag të vdekjes dhe kishte një sëmundje të rëndë. Nuk mundej të shëroj dhe i thot babait të saj. Erdhi nëna ime, thot. Erdhi nëna, thot, dhe më tha, thot, që mos të kem frikë. Mirë po, kishte një problem, sepse nëna e saj nuk jetonte. Nëna kishte kohë që kishte vdekur. Dhe ajo nuk e kishte parë nënën e saj që kur pas lindjes, sepse nëna kishte vdekur në momenti kur ajo lindi. Dhe më qetësoi sepse ç'është e vërteta kërkonte nënën gjatë gjithë jetës saj, kjo vajzë i kërkonte nënën babait. Babai i kishte rritur me forcat e veta, nuk ishte martuar me një grua tjetër, por me këtë vajzë ishte 11 vjeçe dhe i kishin thënë që nëse do të lindte gruaja, pra gruaja e tij nëse do të lindte, do të vdiste, sepse kishte shumë mundësi që të vdiste gjatë lindjes. Mirë po, gruaja nuk dëgjoi dhe tha, le tjetë të shkoj ashtu si t'jetë shkruar, dhe lindi vajzën. Mirë po, i thanë që edhe vajza mund të ketë një problem. Në fakt, me kalimin e kohës vajza u smur dhe si përfundim ishte në prag të vdekjes. Dhe i thot të atit, pra si ju thash, që ajo pa nënën e saj që e shoqëroi, me një fjalë, dhe i tha që mos të kishte merak. Dhe e pa nënën e saj për 3 ditë rresht. Dhe ditën e tretë, pas 72 orëve, vdiq. Ishte një nga dëshmit që profesoresha Elizabeth Rose vuri re që diçka ndodh me trurin e njeriut pra brenda këtyre 72 orëve. Një tjetër rast. Një rast tjetër ku një fëmijë i thot nënës, kjo ndodh edhe me të rritur, po unë po u them këto më të trishtat në fillim. Një fëmijë i thot nënës, thot që unë, thot, kisha një motër të vogël. Një motër, thot, dhe ajo nuk e dia, thot, por motra erdhi dhe më takoi dhe më tha që më kapi për dorë dhe më tha që mos të kem frikë. Ç'është e vërteta, nëna kishte bërë, nuk e kishte pothuaj harruar, por kishte bërë një abort që ishte një abort natyral, me fjalë, kur ajo kishte mbetur 7 zane kur ishte e re, dhe përpara se të lindte këtë djalë, dhe pikërisht pra kishte një fëmijë, dhe fëmija e saj, ajo pa e ditur, me fjalë që ndoshta në një dimension tjetër ose në një botë tjetër ky fëmijë jetonte. Pra këtë çfarë mendojnë njerëzit për sa i përket dëshmive. Një dëshmi tjetër është e një zotërie që ishte një arab, me fjalë nga vendet arabe, më duket nga Egjipti. Ky e shoqëronte babai i tij. Pra babai rrinte në një cep të dhomës, aty ku ishte në spital, dhe i thoshte që mos kishte asnjë shqetësim sepse e qetësonte prezenca e tij. Pra babai
e shoqëroi për 3 ditë dhe kështu që pas 3 ditësh iku. Në të gjitha këto testet që vuri re doktoresha, kuptoj që brenda 72 orëve diçka ndodh. Pra duke filluar nga 72 orë. Sipas gjasave, sipas disa neurologëve, truri ynë lidhet me një tjetër botë, pra me botën e përtejme, pikërisht pra 3 në 72 orë para se të shuhet. Dhe ky është një nga misteret më të mëdha të shkencës, sepse duket sikur ajo botë atje jeton, pra vazhdon të jetojë, por ka një kontakt me botën këtu dhe është vetëm nëpërmjet trurit të njerëzve që janë në prag të vdekjes. Pra ky momenti që ata janë gati që të shkojnë në botën tjetër, është i vetmi moment që lidh botën e atjeshme me botën tonë. Pra në qoftë se do ta marrim për bazë që është vetëm ky i vetmi kontakt që mund të kemi me botën e përtejme, atëherë një grup studiuesish që janë një grup studiuesish autonom kanë bërë disa teste të tjera, disa teste në disa njerëz përpara se të vdesin. Dhe kanë vënë re që jo vetëm kanë kontakte me një botë tjetër me njerëz të tjerë gjithmonë familjar, por duket sikur këta i vënë në një qetësi totale për të mos patur frikë të shkojnë në botën tjetër. Dhe janë pikërisht eksaktësisht 72 orë. Ndodh brenda këtyre 72 orë. Ndodh edhe më përpara, sepse kemi raste me mira herë, kemi thënë që edhe para një muaj përpara, apo ndoshta edhe 10 ditë përpara, apo ndoshta edhe 15 ditë përpara, ndodhin disa fenomene të çuditshme. Por pikërisht ajo kulmi është 72 orë. Bile duhet të dini që brenda 72 orëve, pasi njeriu ka vdekur, i duhen 72 orë që truri të fiket totalisht. Qelizat e fundit vdesin pas 72 orësh. Bile ka patur raste që zgjohen njerëzit, pra rimarrin jetën, ringjallen edhe njëherë brenda këtyre 72 orëve, sepse është pikërisht ajo ura 72 orë përpara se të vdesin dhe 72 orë pasi kanë vdekur. Në qoftë se keni vëre, kemi parë disa filma që thonë që disa nuk e kanë tejkaluar atë dritën ose urën. Pikërisht pra sepse është ai momenti i 72 orëve pasi ata janë deklaruar të vdekur. Një fakt tjetër shumë misterioz është që një zotëri, gjithmonë nga këto vendet arabe, por nuk e mbaj mend, më duket ishte nga Siria, nga këto zona, dhe doktoresha vuri re diçka tjetër te ky njeri. Ishte një djalë i ri. Ishte një djalë i ri 24 vjeç. Dhe kjo më ka bërë të mallingjem, të qaj, sepse më ka lotuar megjithmonë, sepse ky djalë, siç thotë ajo në librin e saj, nuk donte ta lindte këtë botë. Ishte djalë i ri. Dhe nga një aksident nuk kishte më mënyrë, me fjalë që mund të kishte marrë një smundje të rëndë nga një lloj aksident në një punë, dhe qelizat e tij po degradoheshin dal nga dal. Dhe si përfundim ky për mos tu me fjalë kishte shumë frikë dhe qante. Nuk do t'i shikoj më prindit e mi, nuk do t'i shikoj më familjen time, vëllezërit, motrët e mia, dhe nuk dua që t'i nga kjo jetë. Pse unë nuk e kam moshën për të vdekur etj. Dhe i bëri që të qante gjithë spitali me të. Në fakt ai nuk donte, ishte e pamundur që t'i mbushje mendjen. Por pikërisht 72 orë përpara se të vdiste, ai ishte komplet i qetë. Dhe kur e pyeti doktoresha se çfarë kishte ndodhur, tha që ishte gjyshi i tij, që kishte ardhur ta merrte. Dhe e qetësoi duke i thënë mos ke frikë sepse jam unë këtu me ty. Dhe gjyshi e qetësoi. Tani lind pyetja. Kush janë këta që janë në botën tjetër? Mundet që të ekzistojë bota tjetër, pra të jetë një botë paralele, pra të jetë një botë, si mund të them, mund të jetë një, ne jemi të ndërgjegjshëm në këtë botë. Pra mendimi ynë ose jeta e përditshme që ne bëjmë me gjitha eksperiencat që kemi këtu, ne e bëjmë në këtë jetë që jemi, në këtë dimension që jemi. Dhe për ne nuk është e logjikshme që mund të ketë një botë tjetër. Por, siç e kemi thënë dhe herë të tjera, është ndërgjegjja jonë që ka këtë eksperiencë dhe këtë memorie të kësaj jete. Po sikur ne ta mbajmë këtë memorie dhe ta mbajmë këtë eksperiencë derisa shkojmë në botën tjetër dhe të vazhdojmë akoma të jetojmë. Pra mund të jetë kështu? Si është e mundur që këta familjar të qetësojnë njerëzit, a mund të jenë familjar apo jo? Apo mund të jetë kush ka krijuar njeriu? Pra kjo gjithësia që ka krijuar njeriu që e bën që
që gjoja i vjen një familjar që ta qetësoj, si ju çfarë mendimi keni? Doja ta diskutoja me ju sepse siç u thash sot po flisja me këtë zonjën dhe më bëri shumë përshtypje që tha që i shoqi shikonte dikë tjetër që e shoqëronte. Dhe këtë kemi hasur në të gjitha familjet tona, edhe unë, për shembull familjen time, edhe babai im, para se të vdiste, kam thënë edhe një herë tjetër, që thoshte që ishte jati i tij që qeshte, edhe i thoshte mos ki frikë, se jam këtu. Edhe i ulur në karrike në cep të dhomës. Pra, çfarë janë këto forma jete? Mund të jenë vërtet familjar apo mund të jetë ai krijuesi apo gjithësia që e bën që të qetësoj mendjen e njeriu që mos të jetë e shqetësuar. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Kalofshin mbrëmje të këndshme dhe ju përqafoj nga Polikoro. Përqafoj të gjithë shqiptarët që jetojnë këtu në Polikoro, dhe se vura re që ka shumë shqiptar, disa edhe më përshëndeten, por i përshëndes që të gjithë sepse vura re që sa është numri, sa njerëz ka këtu nga Shqipëria, sa shqiptar ka nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malzi këtu në Polikoro. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.